Receta natyrale me kamomil që po i habi të gjithë me efektin që ka. Kamomili është një lule e vyer, historia e të cilës buron që nga Egjipti i lashtë. Ato janë zbuluar edhe me përmbajtjen e larta që ofrojnë për shkak të vlerave ushqyese. Përgjatë historisë së njerëzimit, kamomili është përdorur dhe vazhdon të përdoret kundër një sër problematikash. Shumë njerëz preferojnë të arrisin vetë kamomilin në shtëpi ose në kopësht. Arsyeja nuk ka të bëjë vetëm me bukurinë e lules, por edhe me faktin se kjo bimë ka aftësinë të qetësojë nervat. Por, mbajtja e kamomilit në shtëpinë tuaj mund t'japë rezultate fantastike kundër një sër komplikacionesh. Kamomili është një lule e vyer e cila që në historinë e saj është përdorur për të përmirësuar dhe për të qetësuar gjendjen tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shija e çajit të luleve të kamomilit të rritur vetë në shtëpi është më e mira se sa ajo e bustinave. Çaji i përgatitur nga çaji i fortë me kamomil dhe sasia e luleve të tij do të ndikojë pozitivisht në rritjen e përfitimeve të trupit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët thonë se përfshirja e kamomilit në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër komplikacioneve dhe rëndesës së madhe të tij. Çaji, sidomos ai i kamomilit, është pjesë e momenteve ideale dhe qetësuese shpirtërore dhe fizike, ndryshe nga çaji i jeshil ose çaji i zi. Kamomili vjen nga një lule e bukur e cila ka aftësinë të qetësojë dhe të nxjisë gjithashtu një gjumë më të mirë. Lulja përmban flavonoide që janë pjesërisht përgjegjëse edhe për nxitjen më të mirë të gjumit. Çaji bimor ka një aromë të frutave të ngjashme me mollën, është i shijshëm dhe ka vlera terapeutike. Lulet të thata të kamomilit luftojnë inflamacionin, mykun, ulçërën dhe përmbajnë gjithashtu veti të mira të antioksidantëve. Në këtë video do të zbuloni arsyet se si çaji i kamomilit mund të përmirësojë shëndetin tuaj dhe cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni prej tij. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim vlera dhe përfitimet e kamomilit. Kamomili është një bimë shumë e mirë kundër dhimbjeve tuaja të stomakut. Çaji i kamomilit është një recetë ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse përmban substanca të cilat luftojnë edhe problemet e inflamacioneve. Pijeni çaj në mëngjes, në darkë kundër këtyre shqetësimeve. Çaji i kamomilit cilësohet gjithashtu si një nxitës shumë i mirë i cilësisë tuaj të gjumit. Pini një filxhan me çaj kamomilit 30 minuta përpara se të shkoni në shtrat. Çaji ka efekte të mira qetësuese, largon shqetësimet që të lënë pa gjumë dhe japin gjithashtu rezultate mjaft të mira kundër këtyre komplikacioneve. Sigurisht, përfshirja e këtij çaji në dietën tuaj do të jetë mënyra më e mirë ushqyese edhe në lehtësimin e problematikave tuaja. Çaji i kamomilit është një produkt fantastik, i cili mund të ndikojë në lehtësimin e shqetësimeve të trupit dhe të nxjisë gjithashtu rritjen e organizmit tuaj. Kamomili është një bimë shumë e fuqishme e cila mund të nxjisë edhe lehtësimet kundër migrenës. Sapo të ndjeni trokitjen e migrenës, pini gjithashtu një gotë me çaj kamomili. Është e rëndësishme ta pini çajin kur dhimbja sapo ka nisur dhe jo kur është në kulmin e vet. Zorrët tuaja do të përfitojnë ndjeshëm nga përfshirja e çajit të kamomilit në dietën tuaj. Çaji i ngrohtë i kamomilit rekomandohet kundër dhimbjeve dhe simptomave të zorrës së irrituar. Ai funksionon kundër gazrave, fryrjeve e të tjera. Ndaj përfshirja e tij në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një mundësi relaksimi i shëndetit tuaj të zorrëve. Çaji i kamomilit është një bimë shumë e mirë edhe për rritjen e imunitetit tuaj. Nëse prekeni rregullisht nga gripi ose heftohura, pini 1 ose 2 filxhan çaj kamomili në ditë. Ky çaj mund të lehtësojë edhe komplikacionet tuaja për sa kohë nuk përmban edhe shtesa të ndryshme siç janë sheqernat e të tjera. Çaji i kamomilit mund të përdoret kundër djegjeve. Qytetrimet e lashta e përdorin kamomilin për të lehtësuar edhe djegjet e lëkurës. Përdoreni çaj në formën e kompresave dhe vendosni në zonat e lënduara të lëkurës. Kështu do të keni lehtësimin e dur derisa të merrni edhe trajtimin e specializuar nga mjekët. Çaji i kamomilit është një bimë shumë e mirë edhe kundër problemeve të rrafëve të zinj. Përdorimi i kamomilit kundër rrafëve të zinj poshtë syve mund të jetë një lehtësues shumë i mirë i çështjes suaj.
Çaji largon inflamacionin të lëkurës, e freskon dhe jep asaj më shumë gjallëri. Përdorni bustinatë organike ose kompresat për të qetësuar sytë tuaj, kështu përfitimet e tyre do të jenë më mbreslënse. Kamomili mund të jetë një bimë shumë e mirë për zbardhjen e lëkurës. Kamomili e ushqen dhe zbardh lëkurën. Zjeni 2 bustina organike në një çajnik dhe qëndroni sipër avullit duke lëshuar dhe duke mbuluar kokën me peshqir. Kjo do ju qetësojë dhe do ju ndihmojë gjithashtu në zbardhjen më të mirë dhe natyrale të lëkurës. Çaji i kamomilit është një produkt shumë i mirë në parandalimin e krijimit të akneve. Kamomili është i pasur me antioksidantë të cilët luftojnë radikalet e lira. Rrjedhimisht ai rekomandohet kundër shqetësimit të akneve. Por me hapjen e poreve dhe largimin e bakterieve, do ta keni më të lehtë që të përfitoni këto vlera me përdorimin e kamomilit. Kamomili është një bimë fantastike që mund të nxjisë edhe një mbrojtje kundër entjeve. Pini disa filxhan me çaj kamomili për të qetësuar muskujt ose bëni kompresa me çaj për të qetësuar dhe për të zbutur entjen e gjymtyrëve tuaj. Çaji i kamomilit është një produkt fantastik kundër irritimeve të ndryshme që mund të ketë lëkura juaj. Të djegurat nga dielli, njollat, ekzemat, gjithashtu edhe pickimet e insekteve mund të zbuten dhe të lehtësohen me çajin e kamomilit. Çaji i kamomilit është një produkt shumë i mirë kundër kontraktimeve të ndryshme muskulare. Çaji i kamomilit do të qetësojë muskujt sepse përmban glicin. Kjo substancë shqetëson nervat dhe është e dobishme kundër ankthit dhe kundër stresit. Përdorimet e çajit të kamomilit janë të larmishme. Varet nga dëshira juaj se si mund ta përdorni atë dhe cili është qëllimi i përdorimit. Ai mund të qetësojë sistemin tuaj nervor. Një studim i zhvilluar nga kërkuesit të Universitetit të Pensilvanisë ka konfirmuar se kamomili është në gjendje të ulë nivelet e ankthit të personat e prekur prej tij. Së dyti, kamomili mund të qetësojë aparatin tuaj tretës. Ekstraktet e kamomilit mund të ndihmojnë në reduktimin e ulçrave dhe dhimbjeve të stomakut, si dhe të lehtësojë simptomat e zorrës së irrituar. Edhe pse duhen edhe studime të konfirmojnë, por ekspertët tregojnë se është e mirë për aparatin tuaj tretës. Kamomili mund të përdoret edhe në kozmetik. Një ndër mënyrat që gjyshet tona kanë përdorur për të hapur ngjyrën e flokut është edhe përdorimi i kamomilit. Studimet kanë evidentuar se kamomili rrit reflekset e dritës, çfarë shpjegon pse disa shampo përfshin mesin e përbërësve të produkteve të tyre në rritjen e refleksit bjond të flokut. Kamomili është një bimë fantastike kundër irritimeve të lëkurës. Për përdorimet e jashtme, ai rekomandohet kundër problemeve me lëkurën, sidomos ekzemave dhe largimin e skuqjeve të syve. Studime të shumta kanë treguar se lulet e kamomilit kanë në mënyrë efikase edhe lehtësimin kundër ekzemave dhe produkteve të ndryshme. Kamomili mund të përdoret kundër problemet me ciklin. Vetitë e kamomilit janë të shumta, mirë po, në veçanti sa u takon femrave, duket se u vjen në ndihmë më së shumti kundër një sër komplikacionesh. Sipas një studimi të publikuar në Journal of Agriculture and Chemistry, shpjegohet se kamomili vepron si një qetësues kundër dhimbjeve të ciklit të tyre menstrual dhe lehtëson inflamacionet e tyre. Kamomili është një bimë shumë e mirë fantastike në luftën kundër radikaleve të lira. Kohët e fundit, disa studiues evidentojnë se kamomili përmban veti të mira antiinflamatore kundër radikaleve dhe mund të ndihmojë në shëndetin tuaj kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj përfshirja e tij në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer në këtë shqetësim. Kamomili është një bimë shumë e mirë kundër bllokimit nga rrufa. Çaji i kamomilit është gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë kur jeni të sëmurë dhe doni të mbani larg problemet e infeksioneve, sinusit, gripit dhe të tjera, duke ju ndihmuar të forconi imunitetin dhe të mbani larg këto komplikacione. Disa njerëz mund të bëjnë gargar me çajin e kamomilit për të mbajtur larg inflamacionet, por është e rëndësishme të përdoret si duhet dhe brenda normës së lejuar për të lehtësuar komplikacionet. Kjo nuk do të thotë se kamomili mund të zëvendësojë medikamentet tuaja. Përdoreni me kujdes në vëmendjen e duhur mjekësore dhe gjithashtu, përfitimet që ai do të ofrojë në shëndetin tuaj do ta kthejnë në një prej produkteve më të vlefshme, më të fuqishme në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.